në mbledhjen e sotme të qeverisë, ndër të tjera, dhe me kërkesë të Ministrisë së Kulturës, është miratuar edhe një vendim i rëndësishëm me cilin hapet rrugë për ndërtimin e memorialit të rënëve të 17 korrikut 1998 në Junik, në përkujtim dhe nderim të rënëve të betejës së kësaj date, e që do të shërbejë si simboli luftës së lavdishme të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ruajtjes së kujtesës historike për brezat e ardhshëm. Në marrjen e këtij vendimi, ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Bujqësisë dhe me Agjencinë e Pyjeve në mënyrë që ato parcela të asaj zone ku është zhvilluar kjo betejë, konkretisht e rrasa e Zogut, t'i jepet në shfrytëzim Ministrisë së Kulturës, ndërsa Agjencia jonë e Memorialeve ditëve në vijim do ta vazhdojë procedurën sipas ligjit për ndërtimin e këtij memoriali shumë të rëndësishëm. Më lejoni gjithashtu t'ju informoj edhe për zhvillimet e fundit në lidhje me sportin në ministrinë tonë. Me datën 7 korrik si vjet, fillon kampionati evropian i e-sports në Prishtinë. Do të zgjas deri me 14 korrik, pra një javë rresht. Do të kemi qindra garues të këtij sporti, të e-sports, nga gjithë Europa në Prishtinë. Dje është nënshkruar dhe një marrëveshje tripalshe mes Federatës Ndërkombëtare, Federatës Evropiane dhe Federatës Kosovare të e-sports. Organizimi i ngjarjeve ndërkombëtare sportive në vendin tonë vazhdon të mbetet prioritet i kësaj qeverie, kjo edhe si zhvillim i kapaciteteve tona në përgatitje për lojrat mesjetare Prishtina 2030. E kur jemi tek lojrat mesjetare Prishtina 2030, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që së fundmi kemi nënshkruar edhe një marrëveshje për asistencë me Bankën Evropiane për Investime për hartimin e projektit për rivitalizimin e tërësishëm të Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Kjo marrëveshje, përveç se siguron hartimin e këtij projekti, hap edhe rrugën për kredi ndërkombëtare për zbatimin e punimeve viteve në vijim, në mënyrë që pallati të jetë gati për lojrat mesjetare në vitin 2030, por edhe të vazhdoj të shërbej tashmë me infrastrukturë e kushte moderne sportit, artit dhe rinisë. Gjithashtu, këto ditë kemi shpallur procedurën e prokurimit për ndërtimin e stadiumit të ri të Suharekës. Kategoria 2 e UEFA-s, kapaciteti rreth 6500 ulëse dhe vlera e investimit rreth 13 milion euro. Ndërkohë, ditëve në vijim, pritet të shpallet edhe rezultati i procedurës së prokurimit për ndërtimin e 4 stadiumeve të tjera të futbollit: Ferizaj, Peja, Prizreni dhe Vushtria. Këto investime janë pjesë e planit ton 5 vjeçar për konsolidimin e infrastrukturës së futbollit në vendin ton, që synon të shndrojë Kosovën në vendin me infrastrukturën më të avancuar të futbollit në rajon deri në vitin 2028. Dhe fundit, këtë javë kemi nënshkruar edhe një marrëveshje të rëndësishme bashkëpunimi për zhvillimin e arkeologjisë në vendin tonë. Para 2 ditësh kemi nënshkruar marrëveshjen mes Ministrisë së Kulturës dhe Institutit tonë të Arkeologjisë me Institutin e Arkeologjisë të Gjermanisë, përmes cilit synojmë angazhimin e ekspertizës gjermane për gërmime dhe studime ndjesë arkeologjike, si dhe për menaxhimin e lokaliteteve arkeologjike në vendin tonë. Faleminderit për pyetjet. E para ishte për lojrat olimpike. Klon goja, po shpresoj në ditë do të kemi mundësi edhe lojrat olimpike me organizu. Për lojrat mesjetare, në një anë janë investimet për infrastrukturën sportive dhe në anën tjetër janë çështjet organizative përgatitore në lidhje me këto lojra. Tek e para, unë ju dhash disa informata në fillim për investime në stadiume dhe për kredin për revitalizimin e Pallatit të Rinisë. Ndërkohë, në të njëjtën kohë, jemi duke negociuar edhe një kredi ndërkombëtare për fshatin mesjetar, pra për konviktet dhe qendrën studentore, ku do të bëhet një investim i madh përmes një kredie ndërkombëtare për ta shndruar atë në fshat mesjetar për këto lojra. Investimet në stadiume dhe në palestra vazhdojnë.
gjatë këtij viti do t'i aktivizojmë edhe 2 investime të mëdha, Stadiumi Nacional i Kosovës dhe qendra akuatike, pishinat olimpike të Kosovës, të gjitha pjesë e planit të investimeve për lojrat mesatare. Deri tash dinamika në infrastrukturën sportive është e kënaqshme, pra po ecim me hapa të sigurt dhe e kemi një orientim të përgjithshëm që më së largu deri në vitin 2029 të përfundojnë të gjitha investimet në infrastrukturën sportive. Pra na duhet paktën një vit më herët të jemi gati me infrastrukturë sportive. Ndërsa të aspekti organizimit, pra i themelimit të komitetit organizativ, i cili parashihet me ligjin e miratuar në fund të vitit të kaluar nga Kuvendi i Kosovës, duhet që informoj sërish që fatkeqësisht ligji gjendet në gjykatën kushtetuese të Kosovës, sepse në atë kohë Partia Demokratike e Kosovës e pati dërguar një procedurë të seancës së Kuvendit në kushtetuese dhe ndër ligjet e miratuara në atë seancë ka qenë edhe ky për lojrat mesatare. Fatkeqësisht deri tash ne nuk e kemi mbri për mbushjen e një afati kontraktual me ICMG-n, me Komitetin Ndërkombëtar të Lojrave Mesatare, sa i përket themelimit të komitetit organizativ të këtyre lojrave, për faktin që për të themeluar komitet duhet të hyjë në fuqi ligji fillimisht. Ne kemi kërkuar me mirë kuptim dhe zyrtarisht nga Partia Demokratike që ta konsideroj mundësinë e tërheqjes së ligjit të lojrave mesatare nga ky pretendim që e kanë deponuar në gjykatën kushtetuese, nuk kemi has në mirëkuptimin e tyre, ndërsa tash na mbetet presim që gjykata kushtetuese ta shqyrtoj sa më shpejt dhe të dalim me verdiktin përfundimtar në mënyrë që të hapet rrugë themelimit të këtij komiteti organizativ. Janë çështje shumë komplekse, organizative, që duhet t'i nisim sa më shpejt. 5 vite nuk janë edhe shumë dhe duhet jemi shumë të vëmendshëm që këto përgatitje të nisim sa më parë. Ndërsa në lidhje me pyetjen e dytë për sheshin George Bush, dua t'ju informoj që janë të paktën 4 investime të komunës së Prishtinës, janë 4 kontrata të lidhura për investime kapitale. Është ai për sheshin George Bush, pastaj punimet në rrugën e Recep Luci, pastaj projekti për të ashtu quajturin ishulli urban, ose lidhja Pallatit Rinis me lagjen Arbëri, dhe projekti për rrugën Agim Ramadani. Të gjitha këto janë kontrata të lidhura kundërligjshëm, duke mos i respektuar procedurat e nevojshme për pajisje me leje dhe pëlqime të nevojshme. Të gjitha këto investime realizohen brenda zonave të mbrojtura të trashëgimisë kulturore dhe ligji kërkon që para se me i shpall këto procedura dhe me i lidh këto kontrata, duhet pajisen edhe me pëlqime përkatëse nga autoritetet e trashëgimisë kulturore. Kjo është shkelja e parë, ndërsa shkelja e dytë, për cilën ne tani kemi dorëzuar edhe kallëzim penal, edhe kërkesë për fillimin e hetimeve në prokurori dhe polici respektivisht, është se e kemi konstatuar një lloj përsëritje të metodave të njëjta të veprimit nga komuna dhe ne kemi ngrit dyshimin dhe jemi shumë të bindur që ka një parregullsi të theksuar në raport me lidhjen e kontratave të dëmshme. Deri tash janë shkaktuar disa milionë euro dëm për buxhetin e shtetit nga komuna e Prishtinës si rezultat të këtyre kontratave të kundërligjshme dhe ne pretendojmë që komuna këtë veprim e bën qëllimshëm me paramendim dhe për këtë arsye jemi drejtuar edhe prokurorisë dhe policisë që të mirën me hetimet të më të tjeshme për këtë raste. Ministria e Kulturës është mbështetëse, nuk është asnjëherë bllokuese e projekteve investive. Mirë po ligjet e tona i obligojnë investitorët, në këtë rast komunën, që ti përfillin procedurat e pajisjes me pëlqime dhe me leje. Komuna nuk e bën këtë, e shmang këtë, dhe për këtë arsye ne tashmë kemi deponuar edhe pretendimin ton jo vetëm për shkelje të procedurave për pajisje me pëlqime, por edhe për një veprim që me dashje i shkakton dëm të konsiderueshëm buxhetit të shtetit.